Mirë se vini. Sot do të nisim bashkë një udhtim të thellë në idetë e Sigmund Freudit, njeriut që praktikisht tronditi nga themelet mënyrën se si e kuptojmë mendjen njerëzore. Do të zbulojmë konceptet e tij më të fuqishme, duke u mbështetur te vetë fjalët e tij për të parë se çfarë fshihet realisht në sipërfaqen e vetdijes son. Dhe le ta nisim pikërisht me këtë fjali të famshme dhe le ta pranojmë paksa shqetësuese. Ne nuk jemi zotër në shtëpinë tonë. Kjo deklaratë thjesht na vendos përballë një misteri të madh që do të jetë në qendër të gjithë këtij shpjegimi. Nëse nuk jemi ne në kontroll të plot, atëherë kush ose çfarë është? Kjo është pyetja milionçe, apo jo? Pikërisht kësaj pyetjeje do të përpiqemi të përgjigjemi. Për ta bërë këtë, duhet të zhytemi thellë në botën e Freudit dhe të zbulojmë ato forca të padukshme, por jashtëzakonisht të fuqishme, që sipas tij drejtojnë në heshtje çdo mendim, çdo dëshirë dhe çdo veprim tonin. Përgjigja, sipas Freudit, fillon me zbulimin e tij më të madh. Ai propozoi që mendja jonë është si një iceberg, vetëm maja e vogël që shohim mbi ujë është vetdia jonë, por pjesa më e madhe, më masive dhe më e fuqishme qëndron e fshehur thellë nën sipërfaqe. Dhe ja ku qëndron Chelsea. Kjo pjesë e fshehur, e pavetdijshme, nuk është thjesht një bodrum i harruar ku hidhen kujtimet e vjetra. Përkundrazi, për Freudin, ajo është një botë aktive, dinamike, plot jetë, një vend ku fshihen impulset tona më primitive dhe dëshirat më të thella, gjëra që vetdia jonë thjesht nuk guxon t'i përballojë hapur. Po mirë, si e dim që kjo botë ekziston vërtet? E po, Freudi paplova kudo në gjëra që ne shpesh i injorojmë. Ai i quajti ëndrat rruga mbretërore drejt të pavetdijshmes, ku dëshirat tona më të fshehta dalin në pa, por të maskuara me simbole. Ato shitjet e vogla të gjuhës të famshme të lapsuse freudiane nuk janë as pak aksidente, janë të vërteta të fshehura që dalin pa dashje. Edhe kur mendja bllokohet dhe nuk i gjejmë dot fjalët, Freudi e shite këtë si një shenjë se po i afrohemi diçkaje të rrezikshme që mendja po lufton ta mbajë të fshehur. Mirë, pra, ekziston kjo botë e fshehur, po si është e strukturuar mendja? Freudi nuk e imagjinonte si diçka të qetë dhe të unifikuar. Përkundrazi, ai e pa atë si një fushë betejë të përhershme midis tre forcave të fuqishme, një lloj lufte të brendshme për kontroll. Dhe këto tre forca janë: idi, egoja dhe superegoja. Idi, mendojeni si fëmijën e vogël impulsiv brenda nesh që do gjithçka dhe e do tani, pa menduar për pasojat. Në anën tjetër kemi superegon. Ky është prindi ynë i brendshëm, zëri kritik që na kujton gjithmonë rregullat dhe na bën të ndihemi fajtor. E në mes të këtij kaosi, i ngecur në mes, është egoja. Pjesa racionale që përpiqet me dëshpërim të gjejë një kompromis mes të dyve dhe botës reale. Kjo është pika thelbësore. Presioni mbi egon është i jashtëzakonshëm. Përfytyroni pak sikur tërhiqeni vazhdimisht në tre drejtime të ndryshme. Nga njëra anë, kërkesat e zjarta të idit, nga ana tjetër, gjykimet e ashpra të superegos dhe mbi të gjitha kufizimet e realitetit. Sipas Freudit, kjo është një punë praktikisht e pamundur dhe ky konflikt i vazhdueshëm është vetë burimi i ankthit ton. Pra, si arrin egoja e gjorë t'i mbijetojë gjithë këtij presioni? E po, këtu hyn në lojë një tjetër ide geniale e Freudit, mekanizmat mbrojtës. Këto janë, le të themi, veglat e mbijetesës së egos, strategjitë e saj sekrete për të menaxhuar konfliktin dhe për të na mbrojtur nga ankthi. Gjëja më e rëndësishme për të kuptuar është se këto mekanizma funksionojnë në mënyrë automatike, pa dijenin ton. Janë si reflekse psikologjike. Të gjithë i përdorim çdo ditë. Ato nuk janë në vetvete të këqija, në fakt janë thelbësore për të mbijetuar. Por problemi lind kur mbështetemi tepër te këto dhe ato fillojnë të na e shtrembërojnë perceptimin e realitetit. Le të marrim një shembull. Të themi se ekziston një impuls agresiv, një mbrojtje më e papjekur, si zhvendosja, mund të na bëjë ta shfrymë zamërimin ton tek dikush që s'ka lidhje, tek një objektiv më i dobët. Nga ana tjetër, një mbrojtje më e pjekur dhe e shëndetshme, si sublimimi, e merr po atë energji agresive dhe shtërron në diçka konstruktive, për shembull në ambicien për të bërë një atlet kampion. Dhe për Freudin, sublimimi ishte shumë më tepër se kaq. Ai e shihte atë si motorin e gjithë qytetërimit njerëzor. Sipas tij, çdo kryevepër arti, çdo zbulim shkencor, çdo arritje e madhe kulturore, në thelb, është energji primitive, seksuale dhe agresive, e transformuar dhe e kanalizuar në diçka sublime dhe të dobishme për të gjithë. Një ide vërtet e fuqishme. Kjo na çon te një tjetër shtyllë kryesore e mendimit freudian:
ideja se e kaluara nuk vdes kurrë. Freudi ishte absolutisht i bindur se personaliteti ynë i rritur, mënyra se si duam njerëzit, frikrat tona, zakonet tona, formohet në mënyrë reshuese nga përvojat e para të fëmirisë. Freudi teorizoi një sër faza zhvillimi, ku secila ka konfliktet e veta specifike, dhe ideja kryesore këtu është kjo: mënyra se si i përballojmë këto konfliktet e hershme mund të lërë gjurmë të pashlyeshme. Nëse një konflikt nuk zgjidhet siç duhet, ne mund të fiksohemi në atë fazë, dhe kjo më pas shfaqet në sjelljet dhe tiparet tona si të rritur. Mirë, pasi kemi parë gjithë këto ide, disa prej të cilave sot na duken pak të çuditshme apo jo, lind pyetja, pse vazhdojmë të flasim për Freudin? Pse ka ai ende kaq shumë rëndësi? Le të shohim trashëgiminë e tij të vërtet, atë që ka mbetur. Edhe mëse nuk bijem dakord me çdo detaj, ndikimi i Freudit është i pamohueshëm. Mendoni pak. Ideja se vuajtjet mendore kanë shkake psikologjike, jo morale, ishte revolucionare. Fakti që e pavetdijshmja luan një rol kyç. Kuptimi se fëmijëria na formon thellësisht. Dhe ndoshta më e rëndësishme nga të gjitha, ideja geniale se thjesht të flasësh për problemet, terapia e të folurit mund të ketë një fuqi të jashtëzakonshme shëruese. Të gjitha këto janë dhurata nga Freudi. Dhe ndoshta asgjë nuk e përmbledh më mirë qëllimin e punës së Freudit se ky citat i famshëm: aty ku ishte idi, aty do të jetë egoja. Qëllimi nuk është të shkatrojmë impulset tona, por t'i kuptojmë ato, t'i sjellim në dritën e vetdijes. Është një thirrje për të zgjeruar fushën e kontrollit tonë racional, për të bërë më të vetdijshëm dhe në fundit më të lirë. Kështu e mbyllim të eksplorim me një pyetje për reflektim. Duke i kthyer këto ide nga vetja, çfarë mesazhesh të fshehura, dëshirash të harruara apo konfliktesh të pazgjidhura mund të jenë duke pritur për të zbuluar në thellësitë e mendjes sonë? Freudi na fton të dëgjojmë me vëmendje. Çfarë mund të jetë duke u përpjekur të na thotë e pavetdijshmja jon? Vlen të mendohet.